أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفعل درون برتفاع دين بركوم كن الله سبحانه وتعالى وظن رجني تدريت نكاخوشهم درسات سنة لن تومر نكاخوشه وظن رجني تدريت درجون صلوات محمد عليه الصلاة والسلام. Familjes së pasë, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që të ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri, lëni radhë parë, përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begatshme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kapitulli 8 në Kitabul Fitan, librin mbi sprovat, që Imam al-Bukhari e ka rendit, është nën kapitulli babu qauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. E ka emruar nën kapitull, që nën kapitulli 8 në Kitabul Fitan, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas meje mos u ktheni në kufër, në mosbesim, e të luftoni njëri tjetrin. Ky hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo nën kapitull që Imam al-Bukhari e ka nxjerrë për hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky është për haditheve që tregon për gjërat ghaibiyate që kanë më ardhur, fitnet. Nëse ju kujtohet ligjëratat e kalume kur kena folën kapitujt e kalum, hadithin e Ummu Salemes radiallahu anha, thot istayqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ngrit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shqetësum, i friksum. Edhe tha subhanallah, i lartë madhrum qoftë Allahu, tha po shoh se kanë zbrit pej qiellit khazain, bereqetet mira, begati, po kanë zbrit edhe çka? Fitne. Në të nën kapitull është një hadith që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot po shoh kanë merra fitnet në shtëpitë e juaja, sikur të bin pikat e sheut në përkulm. Edhe na janë vetë dëshmitar fitnet, do të thot prej vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj gjithsesi prej vrasjes Omerit radiallahu anhu, kanë nis fitnet me të mëdha, vinë çdo ditë, i vinë këty ummeti, veç i ndrohen ngjyrnat. Sa largohet një ngjyrë, vjen një ngjyrë tjetër. Në këtë nën kapitull, që është temë shumë më rëndësi, që muslimanët mos me luftu në një tjetërin. Nën kapitull Imam Bukhariu i ka përmend 5 hadithe. Realisht janë 2 hadithe janë. 4 janë me transmetur të lloj-llojshëm, me tematik të njëjtë, tematika e njëjtë, teksti i njëjtë me ndryshime të vogla. Ama Imam Bukhariu i ka përmend to për me tregu, do të thotë, se ju e dini për mësimeve islame, është, apo prej gjithsesi prej shkencës të hadithit, kur të ndëgjon një hadith që e kanë përmend shumë sahabe, ka thënë çka? Ka thënë rëndësinë e madhe që ka pasur ajo punë. Ka qenë punë e madhe. Jo që tash dikush mundet me kop që tash me shkput, me thonë, çuçi tha hoxha. Domthonë ajo çka ka shpërndar për shumë sahabeve, ko ka qenë rëndësishme, ajo çka shpërndar pak, jo, nuk kuptohet kështu. Po ka hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i kanë transmetuar më shumë se në sahabe. E kjo tregon, çka tregon? E tregon do të thotë rëndësinë e çasaj peshe, jo që zvogëlon tjetrën. Po e tregon që ato çka janë të e bartë ata, tregon që është shumë e madhe. Edhe zotën ne e kem pa dhe tash kjo nuk është tema jonë, më undal se sërzhatet. A ka fitme më të madhe se me e vra muslimanin, me luftu muslimanin. A ka ndodhur kjo? Ka ndodhur te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për fat keq. Për fat keq ka ndodhur dhe ka qenë fitne e madhe, dhe ajo fitne do të thotë ka reflektu pas me shumë qarje, do të thotë në mes muslimanëve. Për atë arsye dhe ulemat i kanë jepur rëndësi këtyre temave, për atë Imam Bukhariu një kapitull e ka emëruar, e ka thujt gjysh thash, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos u ktheni pas meje, do të thotë pas vdekjes time, ka për qëllim në kufër, në mosbesim, me e luftu, thot jo njëri tjetrin. Hadithet që i përmend, hadithi i parë, që është hadithi i
عبد الله رضي الله عنه thot قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا شقيق قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Kjo hadithi I parë që e ka argumentuar në kapitull Imam Buhariu, është argumentuar rreth kësaj teme që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fyrja e muslimanit është mëkat. Kurse luftimi I tij është kufër. Po tash, a kufër që të nxirr pi fes, as të nxirr pi fes, tash inshallah na do t'i marrim, do t'i shtellojmë këto, po që kena adet, njëherë me I lexu hadithet, tani me I marr me I shpjegu. Hadithi I dytë është hadithi po ashtu Ibn Omerit, po I transmetuam prej Waqid ibn Muhammad an abihi an Ibn Umar annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dhe kjo është ajo hadithi që e ka nxjerrë Imam Buhariu në kapitull për këtij hadithi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos u ktheni pas me në jo besim, në pa besimtar më kthy e ta vrisni apo ta luftoni njëri tjetrin. Hadithi tjetër që e ka përmend është hadithi gjatë që këtë hadith e transmeton, do të thotë transmetohet prej Abdurrahman ibn Abi Bakra an Abi Bakrata وعن رجل آخر وهو أفضل في نفسي من عبد الرحمن ابن أبي بكر. Hadithi I gjatë, nuk po dojmë mundol tash në tekstin e ta se na stërgjatet tema, na intereson ajo shahid, ajo dëshmia e temës çka është, që është e njëjta se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pyetur në ditën e kuj, në ditën e Arafatit, të mbajt hutben. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Atadruna ayu yawmin hadha?" A dini cila ditë është kjo? E kështu me radhë, thot I ka bërë disa pyetje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me tregu shejtrin, krejt çka u kon ajo ajka e hutbes me tregu shejtrin e muslimanit. Se muslimani ka shejtri. Ama kur flam shejtri pe përdori këtë termin në gjuhën tonë, se fjala e shejt në kupton domethënë jo I mbrim. Që përdorin të tjerë, se disa kanë herë kanë pas raksisë, kanë ardhur pyetje thotë hosh, apo më thonë po s'mundesh më hurma, I thonë shejtri jo kështu thonë, po jo shejtrinë e devijume që kanë, ne përdorim termin gjuhën tonë shqipe shejtri, nuk do të thotë diçka që është, do të thotë e tejkalon në do të thotë atë normalen, natyrën normale të njerëzve. Jo të shejt që e kuptojnë krishterët e tjerë, se ata kur thonë të shejt, do të thotë ai e kam për qëllim çka? O I mbrim, domethënë ai është ka naudhu billah cilësi, ndoshta që janë cilësi të Zotit naudhu billah. Në hadith këtu, në pjesën e fundit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd", mos u ktheni në kufër. Edhe ajo është hutbja, domethënë hutbja e dini, hutbja lam të mirë, sa është hutbja për hutbë vet të mëdha që unë shpesh herë kam thonë kena nevojë se musliman më e marrë me lexu në qetësi, me këshyr që ka thonë atë hutbë lam të mirë, se ky I bekum sallallahu alaihi wasallam sa të më porosi për ne. Ama me thonë këtë ajo për mbledhja e saj është me rujt nderin e një tjetrit, me rujt gjakin e një tjetrit. Pastaj është hadithi tjetër që e ka përmend Imam Buhariu, është hadithi I Ibn Abbasit, Ikrime transmeton për Ibn Abbasit radiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tartaddu ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Që thash ndryshojnë pak, domethënë tematika është e njëjtë, vetëm se alfaz shprehet dallojnë pi hadithit në hadithin. Këtë hadith ka ardhur la tartaddu, mos u bëni renegat, do thotë me boridde, mu bo renegat, mos u bëni renegat pas meje, do thotë e mu bo pa besimtar, që me godit thot apo me luftu jo njëri tjetrin. Edhe hadithi I fundit është hadithi që transmeton Abu Zur'a ibn Umar ibn Jarir an jaddihi Jarir قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, thot na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot në haxhin lam të mirs, ansitin nas, mbledhi njerëz, mbledhi edhe I heshti, ansitin nas, heshti njerëz, le të heshin, dhe të ndëgjojnë. ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
mos u ktheni tha pas meje në kufër, e ta luftoni tha njëri tjetrin. Shtojnë hadithet dashurit e mi që i ka përmend. Realisht 2 hadithe janë. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sharja e muslimanit është mëkat, luftimi i tij është kufër, edhe hadithi tjetër, mos e luftoni njëri tjetrin pas meje, që mos u bëni pas meje pa besimtar që me e luftu, çka? Njëri tjetrin. Shtojnë 2 hadithet e kapitullit. Rreth çdo në 2 haditheve sillet këtë muhabeti që besoj që edhe ligjërata nuk ka mu zgjat shumë se s'kem çka thojmë më shumë se rreth çetëre, po unë kisha pas qef. Kjo do të jetë në radhë parë, të jetë kujtim për mua, për kujtim për Ernesin, në radhë parë, pastaj edhe për juve, se jetojmë një kohë ku do të thotë na u kanë bërë disa gjëra të lehta, u thon. Po i trajtojmë si me qenë çështje të dynjas, e kipon e kanë bërë çështje të dynjas, na i ndrojmë. Si me po thon kushtimisht, i blen një partesha, i ka tesha të tjera, i ndron si mi ndru teshat. Këto në dynjas, në dynja ndroj çu dush tesha s'ka gojle. Ama çështjet e dinit nuk janë si çështjet e dynjas. Janë do tema që janë shumë të ndihshme, janë tema shumë me përgjegjësi. E kjo temë që na sot po flasim për to, kjo pi temave shumë më rëndësi që unë besoj secili musliman sot ka nevojë me ndëgju këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka nevojë, pse? Tash dikush thotë pse hoj as po luftojnë musliman ndërmes veti? A ka musliman sot që luftojnë ndërmes veti as ka? Nuk po i shtim këta, sa atë nuk kam qef, unë çdo herë kam qef me qenë alal wuduh. Sa dikur kujtar nuk pishti sa ata në llogaritë gjën musliman. Atë jam të qartë. Lufta me shiat nuk është mund se disa na kanë dalë dovoroi bida. Dovoroi bida të zamonit tonë, vëllon. Edhe tani tu i bëj hujim me sa do hoxhallarëve, do thonë, hoxhallas na kishit kallzu drejtë, na kishit mbashtruar shiat, do kishim bash ashtu që kishin thonë ju. Ani. Mos i digati hoxhallar çat kanë thonë. A më në mbinde vërtet është vallahi billahi se të vërtetën s'mundet me ndëgju çet kush. Për me marrë të vërtetën, me ndëgju, vallahi kjo është pasha Allah në shdorat për Allahut. Sa numri muslimanëve, din dikush saktë sa? Është mbi 1 miliard e sa? 1 miliard e 400 sa po thojnë. Po thojmë, çfarë po thojmë? 1 miliard musliman ajon. Ajon këtë që tanë 1 miliard musliman këtë siratul mustaqimit? Ta kretë namaz e lexojnë çata që e falen, ehdina siratal mustaqim. Edhe shijat e lexojnë ehdina siratal mustaqim. Ama ta wallahi billahi, kofshin që ata në siratal mustaqim, unë wallahi publikisht për tham, unë se kom marrë vesh siratal mustaqim. Edhe kisha pas qef marrë dikur, për me thonë, hajde, wallahi po, aty që të me thonë, mos me marrë vesh siratal mustaqimin. Se merë vesh siratal mustaqimin, jenë dhe të me thonë në siratin e gjahimit, jenë sirat gjahnemit. E na ja dim për nderë, dikush marrë me na këndel, me thonë, qopi gjubit, se si jeti siratal mustaqim. Për atë arsye dashurit e mi, kjo temë ka peshën e vetë edhe për i vallahi billahi, jo rastisht se Rasuli sallallahu alajhi wasallam nuk ka fol kot. La yantiqu anil hawa, nuk fol për mendjes ti. Allahu çështë e ka përshkruar. Fjalët e tij kanë qenë shpallje. Edhe kjo paralajmërim për ummetin që të kemi kujdes mos të bim në këtë humner, kjo humner dashurit e mi. Luftimi i muslimanit me muslimanin o humner. Para mendoti, veç pe përmendi sa për argumentim për u kthy tani mi komentu hadithet. Imam Muslimi në Kitabul Iman, në kapitullin e imanit, e ka përmend hadithin çush e ka pas me ky sahabe sa më dul piment ve emri la ilaha illallah. Tash ndërkohë inshallah më kujtohet se tërgimi është i njohur, besoj që e keni ndëgjuar edhe ju dikush për juve e kanë ndëgjuar. Kur e ka vrarë atë personin, hadithi në Sahih Muslim është. E ka vrarë, thotë janë dalë muslimanët me luftu. Një prej mushrikëve tu i vran musliman shumë. Po i vran shumë, po i vran. Derisa një prej sahabëve thotë kapi xhelozia. Edhe shkova me luftu ata. Kur e rëzova, thot për i kalit ti, edhe e mora Usame ibn Zeidi, se thash më kujtohet, Usame ibn Zeidi ka qenë. Thot, deri sa thot e rëzova mushrikun, thot për i kalit ti, për kur e rëzova e nëzira shpatë, të dash me e godit me shpatë, thot, a i tha, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. A unë tha, ja heka kokën. Për gjelozis, për
pej mlefit se kishë vrasë shumë musliman. U shpërdo kjo në mesin e muslimanëve se Usame ibn Zejdi e ka mbyt një njeri pasi ka thonë la ilaha illallah. Ka lejme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thirrë pejgamberi alayhi salatu wasalam Usamen. I ka thonë ja Usame, a qatelte rajulan ba'da an qala la ilaha illallah? E ke vrasë një njeri pasi ka thonë la ilaha illallah? Ka thonë ja Rasulullah, po ai kokon i ka vrarë musliman tem ka pijël, ka thonë ja Usame, a qatelte rajulan? E ke vrarë një njeri pasi ka thonë la ilaha illallah? I ka thonë aja Usame, e shaqaqte sadrahu, aja ke qatë gjoksin e ti? Qa ki me bo, ka thonë, ti nesër ditën e kiametit, kur t'jene me fjallën la ilaha illallah. Qa do të Usamja? Kon pas dëshirë, merreni kthehen në Sahihul Muslim, tash jam përkthy alhamdulillah në gjuhën shqipe, në Kitabul Iman e ki këtë hadith apo. Thot Usame ibn Zejdi, kon dosh atë ditë mos kon musliman. Ja Allah. Qa shëron thot e kon përjetu. Po dikush që e derë në zonë, mushrikin, vrani. Allahu na rujt për këtij, kjo s'muhet dashur të mi. Wallahi kjo s'muhet, kjo është dalalet në veti. Me pa gjakun e muslimanëve të letë në sytë tu, wallahi problem është kjo. Kjo është shumë problem, apo për problematikave, edhe për problematikave zamonit tonë, që Siria gjen me kojt që ka ndodhur aty sa muslimani ovra, aty sa telasha ku më kon ditën e kiametit aty. Moskovshan likurt aty në që kanë jep vetfa me Iranin e tjetrin. Moskovshan likurt aty në hoxhallarëve. Po tekstualisht po them. Që i kanë mësu, që ja u kanë legjitimu vrasjen e një tjetrit. Për atë që në gjeja hadithin tash, që ka thot hadithi i parë, për para hadithit, pe komentojmë, realisht pe spjegojmë, në kapitullin që është hadithi vetëm, në veti që thamë. Hadithi që ke, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, pas meje, mos u ktheni në kufër e ta luftani në një tjetrin. Çka tham, çka është për qëllim me kuptu çka është fjala kufër këtu. Që shpesh herë na ndëgjojmë, edhe vallahi billahi këtë kërkojnë për çdo hoxhë kur t'jon këto terme, sidomos termet islam, kufër, këto kanë nevojë shpjegim. Si thuhet gjithkuj musliman, po si thuhet edhe gjithkuj kafir. Sa ta ardhina kanë ndoshta kena këtë gjani bil kufër, atë rrugat ato, po edhe puna dhe musliman, s'bën me thotë gjithkuj. Nuk është e lehtë. Po disa kanë thonë me gabu me shtit dikon në islam është më e lehtë se me nxirr dikon për islamit të konë musliman. Parimisht ashtu është atë. Ama kjo nuk e bën këtë parën që na melon. Me dyja duhet më marr. Çfarë është për qëllim këtu ku ka thonë pejgamberi mos pas meje mos u ktheni në kufër e ta luftoni një tjetër. Çfarë është kufri këtu? Është kufër mukhrij min al-milla që e nxirr robin prej dinit apo është diçka tjetër? Që ka thotë Sheikh Abdul Karim al-Khudairi, komentuesi i këtij libri që e kam përpara, thotë mas pari thotë ej la ta'udu ba'da wafati kufara. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë pas vdekjes teme mos u ktheni më pa besimtar. Imma an yakuna al-kufru mukhrijan min anil milla, thotë ose kufri ka për qëllim që e nxirr njeriu prej fesë, domthonë bëhet kafir. وذلك باستحلال القتل والقتال. tash kjo rregull, ç'të bëjnë që kjo rregull të ahlus sunneti. Istihlal me bo halal. Çdo vepër që Zoti e ka bo haram, apo haramin me bo halal, të kundërtën, kjo është kufër. Të nxirr pi fes, falo sa dush, mjekën dej kthis, pandolla dej ngu, çdo ditë ka i obra me vos, bë fajde. Pse se keran një naqid min nawaqidul islam, keran një negacion për negacioneve të islamit. Çka është istihlali me bo halal. E thot, ai i cili thot, e bon halal vrasjen e musliman dhe luftimin e tyne, thot, kjo është kufër që e nxirr për fesë. Ama këtu duhet me pas kujdes dashurit e mi. Shtash dikush e bën në pyetje të mëshme. Thot, mira, po thush hoç që kjo, ama po them nëse e ka kuptu dallash rregullin. Thot, ti pak parë në fillim të xharatës ata që sahabët kanë luftuar në mitetin. A janë kon kufar ata? E kanë bo halal sahabët këtë punë? Muawiya radiallahu anhu, me Ali radiallahu anhu kur kanë luftu.
E kanë konsideru këtë punë halal? Apo ka pas diçka ti? Ja, nuk ka qenë punë ata e kanë bylem transmetime kose tash këtë temë, ndoshta i vjen ndonjëherë kësaj teme me kop me trajtu, duhet me trajtu këtë temë. Mos milon këta shijat me dalë edhe me shtit dyshime në për xhamat. Duhet këto tema mi kuptu mirë. Sa ata kanë luftu, e vërtetë që kanë luftu ditën njëri me tjetrin, po kur ka ardhur mbrëmje namazi, vallahi kanë fal bashkë në safin fal. Bilem qepe e kallëzoj edhe një rast me tregu domethënë ngjeshmërinë se mos pajtimi i tyre nuk ka qenë Muawija radiallahu anhu nuk ka menduar që Alia s'është i meritor për khilafet. Po Muawija ka lyp pi Ali si ka thonë, po du me nxirr gjakin e Uthmanit. Ta nxjerrim gjakin e Uthmanit, tani ta japim na ty bej'an edhe ti je halifja jona, thonë. Alia ka thonë jo, domethënë çështje praktike, punë në tokë. Alia ka menduar që njerë me forcu shtetin, e tani mi ndjek xhavarisht. Muawija ka thonë ja, duhet mi vrah xhavarisht. Edhe në saft Alis radiallahu, Muawija radiallahu, kush ka qenë? Aisha radiallahu anha ka qenë. Aisha ka menduar si Muawija. Nuk ka menduar si Alia. Që ta edhe kur o dal, po tani kur o dal Aisha radiallahu anha, o dal me i pajtu. Ajo te lufta e deve që ka ndodhur me edhe mushafin kur e ka ngrit Aisha radiallahu anha, o dal me i pajtu. Po aty ka ndodhur tani gjak dere edhe më e madhe ka ndodhur. Fesadi i madh i vllai doshëm. Ama kur i ka ardhur lajmi romakëve, të asaj kohe, i ka ardhur parandorit, domethënë romak, i ka ardhur Rasuli pej parandorit romak te Muawija radiallahu anhu. I ka thonë, nëse don ta çoj një ushtri edhe ta pruj, ka thonë, kokën e Alis para konve tuja. Që ka thonë? Këtu ka thonë që ta s'kan pas armiqësi. Që ka thonë Alia, Muawija radiallahu anhu. O, ka thonë këshiri, ka thonë punë tuja atje, se vallahi një me unë e që ju shtrin të tjeni, me kokën tonë dhe e mërja që e Alis para konve ti. Mos hin këto punë se janë punë tuja tonë. Sahabet se kanë pas, sahabet kanë mendu, grupi i Alis kanë mendu se duhet me forcu shtetin, tani mu marrë me devijime që ka jonë brenda shtetit. Muawija radiallahu anhu ka thonë, ja, duhet gjakin e khalifes me nxjerr. Se e kanë dirë gjakin e ti me të pa drejt. Do thot, kuptimi i drejt i fjales kufër kur të vjen në hadith, duhet me këshyr, çka e ka qëllim? Nëse është për qëllim, vrasja, luftimi i muslimanëve, është halal, kjo kufër s'ka shybe. Çështu thot Abdul Karim al-Khuderi, fa innahu idha istahalla al-muslim dama akhihi al-muslim kafara kufran akbar. Thot, nëse e bën halal muslimani gjakun e vllaut ti musliman, ka bë kufër të madh. Pse sot istihlali, domethënë thot ka konsenzus të ulemat me bë halal këtë punë, është mukhrij min al-milla që nxjerr njerin prej fesë. Ndërsa thot, nëse është jo që e bën halal, po e shasi të rebelun, bugat jonë, vëtan. Jonë rebelun, një grupi muslimanëve, në shtetin islamin që ju rebelun. Qa du të me bo shtetit? Du të me luftu ata. Ata janë bugat. Ata janë petën vllazën tonë. Xhavarizd. A du të me luftu, as du të me luftu? Du të me luftu xhavarizd. Ali radiallahu kur i ka luftu, ka nis disa në prezencën e tij me i ka thonë, ikhwanuna baghaw alejna. Çfarë? Ikhwanuna baghaw alejna. Vllaznit ton ka thonë po na bëjnë zullum. Disa për neve kur të folim për xhavarizd, unë nuk po du me i paksu, dom më të madh se xhavarizd, unë kom thonë kanceri i ummetit në këtë zaman është xhavarizmi, tekfirizmi. I çti zemoni është ajo, po na apo të vllasin e kena ata. Jo me dalë me na kallëzun një qafir, një mushrik atje me na kallëzun neve. Jo, na apet ata i kena vllazën, na mos pajtimin e kena me ta. Ama ata janë vllazën ton, ata janë vllazën ton. Derisa e pranojmë kiblen e tyre, ata e pranojnë kiblen ton. E falin namazin. Hajnë për ushqimit ton. Na hajnë për ushqimit tëra, ata janë vllazën ton jonë. Mos pajtimet jonë, edhe këto mos pajtimet duhet me i marrë njerëz të dijes me i bë. Sikur se Ibn Abbasi kur ka shku, i ka thonë Alis, apo më ka thonë çka ti bëjmë monakash ti polemizoj, tash ndoshta dikush po kthehet për ty na. Duhet me i marrë, me ju fol me të mirë, me afru, jo me armiqsu. Sepse do thotë nëse na nuk e kuptojmë në thelb këto, ata janë vllazën ton, musliman jon, me bë me dek dikush për ty, duhet më fal xhenazën.
Tash, a ka khilaf, a ka ulema që ka thonë në Shafira? Po, ka ulema që ka thonë. Ka, pisa lefit, ka që ka thonë këta e mushrikin. Ka dhe bashkohor, që i logarisin që ashtu. Po, ehle sunnetin tërsi, i logaritin sa ta jun, me fjallën e Alis që ka thonë, ikhwanuna, bagau alejna vllaznit tonë të cilët po na bojnë zullum. Atëherë, në kapitulli kuptohet, apo hadithi që thashtë jun 4 hadithe me tekst të njëjtë, po me disa shprehje të ndryshueshme pak, qëllimi është domethënë që nëse bëhet halal luftimi i muslimanit apo vrasja e tij, atëherë kjo kufër që të nxit pi fesë. Nëse jo është pej gjunave, po gjuna i madh. Është gjuna i madh që nuk e nxit pi fesë, po është min al-kabair, pi gjunave të mëdha, e ju e dini që rregullin në fen ton thot mëkatuesi i mëkateve të mëdha është pretendent me hin xhenem. A hin as hin është ndër dëshirën e Zotit. O tahta meshiyetillah. Ndër dëshirën e Zotit. A hin as hin është çështën e Allah. Ama çdo kush, ama që vallahi na kanë herë çto fjalë, unë jam orë në përfundim si shpesh si kuptojmë. Se na pasha ta kurrojmë vrasja, po e gibeti hoj, do gibeti për gjunave të mëdha. Pse janë rujt për gjunave të mëdha, dhe pse janë shkruar lemati kanë shkruar librat për murit për tyne, se çdo mëkat i madh e bën robin me qenë pretendent me hin xhenem. A hin asin kjo në çështën e dorën e Allahut. Nëse një njeri vdes me mëkat të madh, ka pi alkohol, ka bo zina, ka bo gibet, e ka vrarë dikon Zoti na rujt, e so pendu pi atij mëkati, shkon te Allah po pendu, ajo pretendent me hin xhenem. Po a hin asin tani është mesele tjetër. Hadithi i fundit, domethënë që po them e përmbyll këtë temë krejt, është hadithi i Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu, ku thot sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sharja e muslimanit është mëkat, është fisk. Çka nën kupton fjala sibab mas sporti është për qëllim sharjen, si në aspektin gjuhësor, si në aspektin terminologjik fetar. Sharja e muslimanit është fisk. Çka fjala fisk? Në gjuhën arabe, kelimetul fisk apo fusuk, el fisku lugaten u el khuruj. Në aspektin gjuhësor, fjala fisk është me dal diçka. Me dal. Dalje. Ndërsa në aspektin terminologjik fetar shariatik, el khuruju anit ta'ati Allahi wa ta'ati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal fusuqu ashaddu min mujarradil isyan, që ka thot Sheikh Abdul Karim al-Khuderi, në aspektin terminologjik fetar, fiski nën kupton dalje nga bindja ndaj Allahut dhe dërgumit të tij. Që kjo quhet fisk, apo më i thonë në shqip, i thonë shthurje. Që ky njeri tha ishi shthuru me inshallah. Cili është ai si bindet as Allahut as pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka bo shthurje, ama kjo për qëllim do më thonë njeriu kur i në përkom urnat e Zotit. Fal namaz, po në zina, Zoti na ruaj. Fal namaz, vjedh. Fal namaz, bon punë. A ka kësi musliman? Ka, wallahi. Bilem ka datin shore do, jonë me pretekstin, wallahi ladhim është po vjen keq për më tonë. Ama kur e kom di këto, kam katranu krejta, ka dalë një hojë që si tash po mdoket kun hoxhallar ma shumë se në këtë zemën s'ka pas. Në këtë zemonin tonë, këto zemon e letrave, në e merë një fakultet, dhe tha, kjo hoxha. So budalla kry fakultet. Sa kush e ka diplomen, se bën diploma hoxh kërkon. Dhe thot çka thot, këta thot jon, mushrikin jon, murtedin jon, këta bën me marr pasurinë e tyre. E marrin pasurinë e muslimanëve. Wallahi billahi, vjen keq që po e them, po du me e thonë, se vjen momenti kur duhet mi thonë dikujt ndalu apo. E kanë nxonë një atje, në polici, në pej, e kanë kap, një djallë të nga mbas do qikave. Kur e kanë kap, çka kanë thonë këto e nxerje? La ilaha illallah. A di sa qika ka, wallahi pe përmendi to, për me lërgu dashurit e mi para gjykimit, se kena nevojë me pas mendim të mirë për njerëzit. Që kështë ju fol, muhaddithukum, që kështë ju fol,
në xhamit teme, dërini, edhe nuk kush e ka pa xhamin pejku e kam. Unë e kam mekteben që të si të ndër xhamis, në djathtë e kam mekteben. Verës e lo derën qel. Se s'ka as dritar, as majros, me pa pas se kshalon qel. Qashtu që shobo xhamia. E verës e lo qel. Po vin, ka bova ki para një vjet e gjysë, po ti s'pem sakt, me kohë. Për shot 3 qika po vin. Ju betonan Allah subhanahu wa taala, kur i posh tash, ka ja kanë mësuar këto në xhami, çau ka lypin në xhami. A sheshin kesh dvesh me avon. Tash çush me dal tash unë me këtu, më thon, këtu nuk ka shëtitje më Allah. Po thash hajt marr mos un got hoj, ka dalë mos ndoshta mos jo norm më fal, po s'ma kap kë adin. Se po mjet nuk tregësh për namaz. Ama që ata zot më ngut. Se unë për pak kesh të ngut, para me ndomu pa ngut, unë me i prit me të kesh zotin arrujt, sa kesh isha ra, ma sporti për balë Allah subhanahu wa ta'ala. Kur ardhëm pja thash, hajde urrani, tha hoxha, tash atu të të pak se, adi në dola pak si dyqysh njerë, thash, hajde, tha, jena arë më fal. Pek shyri, thash, haman, ja rabbi, jam këthyn me ktebe, pashalloni po, jam hin me ktebe, s'misha me ndajt mbi libër, isha diçka tu lezu, s'misha me lezu qa që mundaj ke ajo që ka posha, u thonë. Po ja thash, nëse unë s'ju foli këtyne, kush kam ju foli? E kom prit desa jam fali. Se kanë kryt namaz, a ban thash 2 minuta, thash po të me thonë diçka? A ban mi u vetë, thash të namaz, për kone banet? Tha për Allah në hoqë. Thash, qaj Allah që ju ka urdhu ju me namaz, ju ka urdhu që shtë mos me dalë në rruga, u thonë. Fërgojnë e Allah, thash, vallaj ka këtu dhe bo një punë të madhe. Namazin me bo punë e madhe. Veç kjo thash, ka që ja u zben namazin. Nuk guxoj me fol bashum se kisha fol edhe bashum. Po thash, ka që ja u zben namazin e fërgojnë e Allah, njone është konë ma elshumën pigojës të dhe, tha, hoqë ti bëndoha për ne se na, inshallah, me evrën e Zotit shpejt kena më mullu. Thash, amin ja rabbi, inshallah. Vallaj, hina mbrenda tani, e qërtesha dhe publikisht pe thëmë, se kena nevojë na kanë mos mungut, e shenë në rrugë ato, po ka të ndoshta e fale të i dashin jam. Na, ta shka me bo, na nuk jena në zemonin e Jubës Sëkhtianit. As në zemonin e Uzait. Na jena në zemonin e fast foodit. Na jena në zemonin e multivitaminit. Tërli musliman ka. Ndas diskotekave, ndas qemaftoreve, tërli, ndas xhamis. Po tash, na qam ju bo që aty në që jonë gjuna qarë, duhet me i këthy. Se me pa dasht Allah i kish uzu kreti kish bo, po ata i len na me këqyr që shpo reagojmë na me ta, apo i thirim, mos e shoj. Wallahi billahi, që të pikrisht të tema, se si bëbul muslimi fusuk, sharja besimtar është mëkat, mos e shoj. Allah na ka qenë një surën Kur'an, surën Araf, e keni lexuar surën Araf. Pse ka marrë emrin surë Araf, emrin Araf? Tregon për disa musliman të cilët gjunohet të tyne, edhe të mirat e tyne i kanë barazi, as jon për xhehenem, as jon për xhennet. Azabi i tyne, apo sprova e tyne nesërën mahsher, ata mu uciu pak. O tani Allah, ata përfundimin e kanë xhennet. Pa Allahu, që Allah, ka dashur Allahu që ata milon pak mu torturu, po thon kushtimisht, sa ata mahsheri nuk me i lejt dashur jam. Ata që kanë mahsher? Në mahsher ka këtë pejgambert më të mirë të thonë nefsi, shpirti jam. Njerëz që i ka ardhur Xhibraili alayhis salam i ka thonë jeni xhennetli. Edhe ashabul Araf kur dalin me bo atë lloj po them kushtimisht atë shëtitjen mahsher për momenteve më prekse që është, që unë besoj është mesazh i madh kush merr mbeshën këto, është një ajet ku thot Allahu wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Thot kur tash këtu me ditë kush din, ndoshta ka dikush mesin e ju që din arabisht, është të mësu arabisht, o përdor forë, wa idha surifat, që ka surifat, me përkthy bukfal është, ty veç mundet më thonë, kur të kthehesh, po se ka këtë kuptim. Sarafa yasrifu, është më u kthy, po se ka këtë kuptim, e ka një kuptim më të thellë se këta. Thot, wa idha surifat, atë ti je kthy, po ku je kthy me shtangje, po kur je të hecë rrugës, je të hecë mas mirë, zotin arru që aty më banë një ndeshe, kur kthesh e shenirën e deku, ma shtangësh. Edhe ashabul Araf, kur i shojnë banorët e xhehenemit tu dënuar në xhehenem,
Thot, wa idha surifat absaruhum, kur ju kthehen thot shishimit të tyre, kthehen tek ata, me njerë çka, a thonë çka thonë? Amara jahannam li, amara mushrikin, s'keni dash me besu, jo besojnë kështu. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin, o Zot mos na bëbash me mizort. Thej keni shejk në Medinë, në gjëratën e tij kur kem pa prezantu të i komentuar këto ajete, dhe kem mos i shani gjuna qartë. Kur të shini të bëjë gjuna, mos i shani. Po vështuj që shkanë thonë ashabul Araf, o Zot mos na bëbash me mizort. Të na bojmë gabim, është, kërjane, qafira, mështrik, ma bre se sako, wallahi, unë e kom do me emna, wallahi ti përmendi që në kun bëjegi dreqen të maju, a vësa që këna saftar. Wallahi më thej keni ditë, po s'po du me përmendi, se s'ko morë leje për i ti, një wallahi janë i mirë. O thahë, që kur të shisham për i, veç që të që kanë erpa me kemendja, me marë me qky, kështu me ditur, tha dësha me qky pino. Shisha o gjallor të hoxhen e nese ati. Theke nuk kom pasën pe njerëz ma të orejtun se jo. Deri sa tha një dit, dashti Allahu, edhe këto s'kuzë e vërë, Allah vësti ali birë, Allah e gjennet e qovë, Allah e birë, unë e kom gjemati të regull të kom. A disoj urë, të me përmen që ta është drini e nje shumë mirë nje. O zonë si njët, hinë gjami, delpi gjami. Ama që si musliman, pse pe përmendi, që një këtë tri, unë e shpesë që ju këtë që sineni. Na kemë nevoj për që si musliman kena. Jo për të razi. Jo për të razi. S'na vynë për të razit neve. Neve na vynë musliman që e kanë kuptu islamin edhe dojnë islamin me shpërdo me urtësimi i afru njerës. Këta dytë kushëri. Ta shvit dytë njësa fale, bashk. Gjdo me të zotit falen bashk. Vetëm të lëzën, pasha Allahin po. E kësha përmen me emen, vëlloj billahi, po s'ko marrë lepi ti. Tha më thiri, haqia. Tha, hajde s'doj me pi kafe me një hoqë. Me kanë, hajde të zëdhe me pim një kafë me një hoqë. Ta kur shkum, kur erdha i hoqëja e pash, se ta kusherin nërë me zëjtë të thonë, po në e orej këtë hoqë, mëre. Vetë me veti, ta thësha. Ta kur janë njësja i hoqëja me më folë, janë njësa me pas një luft me mbërëndësin teme. S'ko ka marrë njëri ashtu që shumë ne kom bendu. Tha jam pelqej. Në pelqej ke thonë që shpirt në pelqej ke muhabeti i ti, po së mlekje shejtani. Me thonë du të me shku, tha, deri sa bona luft 2 javë dit. Bas 2 javë, tha, e kom thinë telefon, ku i kabre që kjo hoxha që kem pi kafa, ka ligjarat që më bona, di ka dhënë po vëllot gjumon, qëto, shate. Tha, jam shku e kom digu hoxhën, pe asaj ditë nuk e lo namazin. Unë e kom pe namazdi me të regull, si do mos në aksham e një atësi se hu qiq. Vakte tjera, sa e ka pun tjera, i bën gjami, ama në gjami i falë, 5 vatë, po, 5 vatë në gjami i falë. Vëlloj, ma ka kalzu para s'kas 2 javë, të. Thash, alhamdulillah, përshe, që din t'jo dhe i do shumë, thonë. A i ka, bon vaki, 4-6-7 vjetë i ka. Që 2 vjetë falet. Vëlloj, pe e përmendja, thonë, vjen në gjumo, rëzil në bën kanë erë, ne kom dersin para gjumo, sa, thonë. Në që kom thit, pëse s'po mbën ders? Pëse s'po vjen? O, e më ka dalë për sabër, o djallë. E ka marrë Allah e forcoft ato edhe këtë. Ama na kena nevoj, që si njerëz kena nevoj. Të urtë si aji haqia. E thamë si haqi luli. Din, në luli. Dhe përmenda, se po më nënkëru. Që si bëjmë zarar. Haqi luli i me. Vallaj hinë gjami zonës i ndijet. Zonës i ndijet. Ama i ka marrë krejt, i ngrej, ka po. Vetëm viken gjami. Ta është veti 4 tjo. Gjitha në të zotit, në basi jacis, del pin kafe me ta. O që është? Na kena nevoj. Ama Haxhi Luli ndërsa dikush e ka këshyrë me si, sa është kësë selefi? Po, na dinë selefillakin, i kom thonë dove, elhamdulillah që Allah në ka bo nasib me marrë vesh selefillakin në Medine. Me pa marrë vesh, me palon selefillakin me marrë vesh në Kosovë, s'kish pas sen bat urejtë, si i kisha urejtë ma shumë se selefit. Si kurse e Bohanifen, e i pa Bohanifen. Me pa mbet e Bohanifja, me marrë vesh bi dodove, e kisha urejtë e Bohanifen. Ama elhamdulillah që e Bohanifen në e njohin për librave ti, për vjetës ti. Para dashurit e mi, për fond krejt për e përmbylli se nuk ka që kam më thonë, besoj që kom thonë, bilëm dësha kom thonë edhe shumë, po aj ka e kësaj dashurit e mi, lutë Allahun, Allahu mas porti me t'jep mendim të mirë për njerëz. Pse vjen sharja muslimonit? A gjysh vjen? Kur ti s'ki mendim të mirë për ta.
Që shënkohë selefi për mendim të mirë për një tjetërin? Pe i të regoj një rast. To është atë trep, veç një pe të regoj. Që shka kanë thonë, qëfar itikadi të mirë kanë pas bre Zotin a jep kësi itikadi. Thot, laura ejtu, si kurse kisha me e po, vlau tim duke i rrjedh alkoholi prej mjekrës ti, kisha me thonë qka, ja pas ka gjujt dikush do alkohol mjekrën e ti. A i tjetëri tha, si kurse kisha me pa vllaun tem majt kodrës të thonë, ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juj më i larti, kisha me thonë, ka e lexon ajetin prej surës Naziat. Mendimi i mirë, mendo mirë për musliman dhe na as se në gjë, kështu jasë zbim zbank. Po që zban mërë kë? Pse zban kë? Pse ti a ki vahja, o ka të vjen vahje ti, e shë si pelqen, dikush e ka pelqen faca e ti, dikush jo, po mos fal se o vllai joti është, gjakë i ti, pasuria e ti, nderi i ti, është i shejta